Zyra amerikane e kontrollit të aseteve të huaja tha se sanksionet kundër industrisë së naftës së Serbisë, e njohur si NIS, e cila është në pronësi ruse dhe është rafineria e vetme e naftës bruto në Serbi, kanë hyrë në fuqi pas disa vonesave, një veprim që mund ta godasë rënd shtetin e Ballkanit. NIS tha sot më 9 tetor se një licencë e veçantë nga thesari amerikan që i lejon kompanisë të operojë nuk u zgjat pasi u vonua 8 herë që kur kompania u vendos për herë të parë në listën e sanksioneve amerikane në muajin janar për rrezikun e saj dytësor, pra pronësinë e saj nga Rusia. Sanksionet synojnë ndër të tjera parandalimin e financimit të luftës së Kremlinit në Ukrainë nga kompanitë ruse të energjisë. Kompanisë nuk i është zgjatur një licencë e veçantë nga Departamenti i Financave i Shteteve të Bashkuara, e cila mundson biznesin të qetë operativ, tha NIS në një deklaratë. Që nga lista e kompanisë në listimin SDN, shtetasit e përcaktuar specialisht në janar, NIS ka monitoruar me kujdes situatën dhe është përpjekur të përshtas operacionet e saj me rrethanat e reja. NIS ka siguruar rezerva të mjaftueshme nafte për përpunimin në këtë kohë, ndërsa stacionet e benzinës furnizohen siç duhet me të gjitha llojet e derivateve të naftës, thuhet mëtej në deklaratë. Ndërkohë, Gazprom Neft, e kontrolluar nga Kremlini drejt për drejt ose nëpërmjet degëve të saj, është pronari kryesor i aseteve të konsiderueshme të energjisë në Serbi, që nga viti 2008 Gazprom ka zotëruar një pjesë të madhe të aksioneve në NIS, kompaninë kombëtare të naftës dhe gazit të Serbisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić e quajti këtë si një lajm shumë të keq për Serbinë, por u mundua të mos përhapte panik gjatë deklaratës për media, duke thënë se karburantet e makinave dhe avionëve nuk do të preken pasi vendi i tij i ka të mbushura plot depozitat dhe do të nisë të kërkojë për tregje të reja. Vučić ndër të tjera tha se do të vazhdoj bisedimet me partnerët amerikanë dhe shtoi se këtë mëngjes foli edhe me ambasadorin rus të vendosur në Beograd. Nuk mund të bjem dakord me kënaqësi me modelet e sekuestrimit të kapitalit dhe pronës së dikujt. Ky është vendimi ynë politik, tha ai. Sipas tij, antarët serb të bordit të NIS kërkuan një seancë të jashtëzakonshme për të dëgjuar nga rusët se çfarë kanë ndërmend të bëjnë. Ne e dinim që JANAF po e ndërpriste rrjedhën e naftës që nga dita e parë. Tani pyetja është nëse mund ta marrim cisternën e fundit të naftës. Rafineria pa rrjedhë nafte mund të funksionojë deri më 1 nëntor, që nga ai moment kjo shkakton probleme me derivatet, tha presidenti serb. Në total rezervat kemi 342.000 ton naftë dhe mbi 66.000 ton benzinë. Nafta ka rezerva për të paktën 120 ditë. Në EPS ka naftë për një vit, pra 57 milion ton. Në disa vende ka mjaftueshëm, në disa vende jo, por ne do të sigurojmë naftë për qytetarët. Disa qytete si Beogradi, Novi Sadi, Jagodina nuk i kanë paguar faturat e tyre. Sa i përket karburantit, nuk do të ketë probleme deri në vitin e ri, tha Vučić. Ai theksoi se duhet të shqyrtohet nëse dhe si do të importohet nafta. Kam krijuar një oje personale që na garantoi dërgimin e naftës në portet aty pranë, por duhet të shohim me rusët nëse ata mund ta përpunojnë atë naftë. Nëse jo, atëherë duhet të importojmë derivate. Problemi është se nuk ka kapacitet për të transportuar këto derivate, por ky është një problem për pas vitit të ri, tha Vučići. Biznesi i NIS me banka do të jetë gjithashtu një problem. Vučić tha se NIS ka para të mjaftueshme në llogarinë e saj në Postanska Stedioncja, por disa banka të tjera të huaja do të kërkojnë mbledhjen e menjëhershme të kredisë.